Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa dhala salatu wa tamu taslima ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به صدق رسول الله فيما قال وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Këtë ajetin dhe hadithin që e lexova, ajeti është një ajet I cili hap shumë tema edhe dilema, është një ajet mjaft kompleks që kërkon shumë investim dhe angazhim për ta nxjerrë në dritë që të jetë sa më praktik, do të thonë gjatë aplikimit dhe aprovimit të veprave tona në këtë jetë. Ajeti në fjalë është një ligj I Allahu subhanahu wa taala. Për neve vlen vetëm si informacion, ne nuk kemi domethënë punë kushtimisht drejt për ditë me ajetin. Ajeti është ligji I Allahu subhanahu wa taala se si I vlerëson veprimet dhe jetën tonë, si pranon Allahu punët tona, veprat dhe si I shpërblen ata. Allahu subhanahu wa taala këtij dini ja ka vendosën disiplinën, parimet dhe themelet në bazë të cilave ne pastaj kur komunikojmë e njohim e dim që po flasim. Ajeti thotë kështu: dhe në botën tjetër asnjë njeri nuk do të merr shpërblim më shumë se vepra e vet që e ka bën. Asnjë shpërblim tjetër nuk e merrni përpos veprave që I keni bën në këtë jetë. Asnjë dënim më tepër nuk e merrni vetëm veprat që I keni bën dhe kanë qenë të ndaluara. Kjo është ligji I Allahut subhanahu wa taala. Ulemat më në rënd janë kapën për ta zbërthyer këtë jetë, thashë se ajeti është shumë kompleks. Dhe ne këtë që e thash është e njohur për besimtarët tonë. Çdo njeri në botën tjetër shkon dhe ringjall dhe takon Allahun vetëm me veprat tua që I ke bëhen. Okej? Baza, themelim, duhet mi ditën ligjet e Allahut subhanahu wa taala, duhet me njoh pak fejen që kur të bisedojmë, kur të veprojmë, ta dim çka jemi të thonë, çka jemi të bëhen. Çdo sevap që e ke bën dhe vetëm me çfarë shpërblehesh. Çdo gjëna që e keni bën dhe vetëm ma tepër nuk të ngarkon Zoti mëkatet e të tjerëve, as sevapat e të tjerëve nuk të prekin. Po mendoj kjo është interpretimi I dorës së parë që e din të gjithë. Pastaj dietarët kanë thonë vepra ndahet në di. Ka një vepër që ti je pronari I asaj, ti e ke bën, ti e ke arrit, ti e ke përmbush, ti e ke mbaru një vepër. Ke agjerua je fala, ku e di u ke bën një punë të mirë. Është vepër e cila është në pronësinë tënde. Ti je pronari I veprës së mirë. Ti je autor I asaj vepre. Dhe ka një vepër që është dhuratë pastaj. Tash këtu ka nis dilema. Si ka thonë Allahu, ju nuk merrni asnjë shpërblim përpos vepra që I keni bëhen. Po sadakaja, hedia me ta bëj dikush diçka. Për shembull ti e çon nonën themin haxh, ka vdek nona e çon ti kanë për nonën tonë në haxh. E jep një sadak për babën tën. E ban një lutje dhe istikfar për babën tën. Kjo shkon. Ka thonë kjo bie në kundërshtim me atë që ju nuk merrni shpërblim nga asnjë vepër përveç asaj që ju e keni bën. Ulemat kanë thonë kjo nuk bën në kundërshtim me atë. Për faktin se veprat ndahen kushtimisht në di. Vepra që ti je autor dhe pronar, e jotja, shpërblehesh, dhe ka një tjetër sevap dhurat. Ti s'je pronari asaj. A di pejgamberi alayhis salam e kanë vetën, ne për evladet ato ka thonën
çka të bojnë fëmijët punë të hajrit, i shkojnë prindërve, shpërblehet prindi. Çka të bojnë mirë prindërit, shpërblehen fëmijët. Është një tjetër rregull tash, Allahu në Kur'an ka thonë, dhe ata të cilët banën vepra të mira, duke qenë besimtar, dhe familja e tyre e ndjeki rrugën e tyre në besim, do t'i bashkojmë të gjithë në xhennet. Dhe pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, baba dhe nona e ndërmjetësojnë, e ndihmojnë fëmijën në ahiret, nëse zatet puna ngusht. Ka thonë dhe fëmijët e ndihmojnë babën edhe nonën në botën tjetër, do më thonë se vapat e njërit tjetërit komunikohen. Do në thotë ka di vepra, një vepër që e keni bo, e juaja, dhe një vepër që dikush u aban hedije. Këto biseda thash janë të njohura te ne, dikur po thojnë veç ti edhe vepra e jote ndër varr. Krejt qerat i takojnë kësaj bote. Ulemat e kanë lidh këtë me hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nëse vdes njeriu, i ndërpriten kanalet dhe purimat e gjenerimit të veprave, ke mbaru. S'jema për të falë, as për agjëru, as për të ndihmu, ke vdek janë mbill. Ka thonën vetëm 3 raste, nëse keni lanën familje pas ardhës, të cilat e lusin Zotin vazhdimisht për juve dhe ju përkujtojnë, edhe japin diçka në emën tuaj, e kërkojnë te Allahu subhanahu wa taala falje. Ose keni lanën një sadaka e cila rrjedh, keni lanë xhami, spital, rrugë, urë, institucione shkencore, shkolla e tjerë. Ju keni vdekën, sevapat vazhdojnë vinë. Kanë thonë dhe nëse keni lanën dituri, shkencë, që e kanë lanën për shembull, ku e di unë, dietarët e panumër në botë që ne ende i lexojmë, i mësojmë, janë plan programe për universitet, ato kanë vdekë me 1000 vite. Për shembull në shkencët e Koranit, edhe të hadithit, veç në shkencët e fesë tonë, na këtë dietarë që i përdorim dhe i interpretojmë janë të vdekur që moti. Emri i tyre nuk vdes. Kanë vdek ata, dituria e tyre interpretohet në 4 anët e botës. Dhe ftohen qytetarët e njoftohen me sjelljen, etikën, moralin, besimin, familjarizmin dhe sevapat shkojnë tek autorët e veprave që po themi. Do thonë, nëse keni vdek, a ndërprejan mundësia për të banë ju sevap matutje në përjashtim nëse keni qenën aq talent, duke qenë gjallë të bani investime të cilat ju ndjekin juve edhe mbase keni vdek. Edhe ne nuk e kemi ndalen sadakajnë, edhe për popull dhe për ushtrie, qeverie, milete, hikimete, xhamia, institucione, ato janë domethënë një formë e investimeve që ne kur të vdesim të na dalin në ndihëm vepra tjera të cilat kanë gjeneruar me shekuj si rezultati i ekzistimit të veprës tonë. Okej? Ama nuk ashtu muhabeti. Kjo është vetëm interpretimi i dorës së parë. Atë që ta mbjell trishtimin, është ky interpretim tani që do ta them. Dhe Allahu ju shpërblen vetëm për atë që keni qenë të angazhuar. Kjo janë rregulli numër 2, kjo ta shtin frigën bark. Jo për atë që po dukeni. Që po dukesh kaj të bo. Për çka ke qenë i angazhuar në jetë? Zoti në Kur'an ka thonë, dhe ai i din gjërat publike që i keni bën dhe i keni thonë, dhe ai i din gjërat që si keni thonë ini të i mbajtën sekret, planët e artat gjallëzore. Dhe ju veprat ka mundësi, njerëzit e paudhëzuar t'i përdorin si instrumente dhe mjete për të arritën të plani i tij gjallëzor që ka qenën i angazhuar. Zoti ju shpërblen për angazhimin. Shembull, ti ke shkuar në UÇK, ti a ke shkuar me luftuar për hir të Zotit dhe të miletit, angazhimi jot i mbrëmshëm ka qenë, atëherë ti e merr shpërblimin e veprës. Apo ti ke shkuar në ushtri për të bajtën alkohol dhe lënë narkotike njësive të caktuara, ama ne të trajtojmë si ushtar. Ti ke vdek në këtë hall, ne të kemi ngritën buste edhe të kemi thurrën konga, poezi, edhe në tërësia të kemi ngritën mbi 7 qej. Ama kjo atë ne, e dini ai sahabi kur e ka takuar mushrikun, nga frika se po e vret muslimani, mushriku tha,
ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka zot përveç Allahut, dhe Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Muslimoni ja preu krijen. Pejgamberi alayhis salam i tha: ti tha, aja hape zemrën, mrena me pa që e tha nga friga, nga rezerva, për të siguruar jetën. Jo, për neve vlen çka shohim, manën men këtë rregull. Për çfarë pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, nëse e shihni diçka të shkuar në xhami një njeri të komunikuar me xhamin, dëshmoni se jam musliman. Ama nga jashtë, ne e kemi për detyrë nga jashtë. A dini kategoria e hipokritëve, munafikëve, që pejgamberi i ka ditë kush janë dhe nuk ka pranuar me i vra. Për faktin se të thonë pejgamberi alayhis salam po i eliminon, po i pastron radhët dhe po merret me paragjikim se munafiki është me tija, agjeron edhe falet. Ma nuk është besimtar, i ka instrumente. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Për çka ti ke hapën shoqat? A është e vërtet se ti e ke pas plan për një me je i etur, as i ngritur me ndihmuan shoqërinë, skamnorin, të sëmurin, të varfurin, apo ti këta ke instrument për të pasuruar çka ka qenë angazhimi jot? Për çka hape ti parti politike, u organizove me struktura në mbar territorin, konkurrove, fitove, erdhe në qeveri, çka ka qenë angazhimi jot? Vërtet ti je aq i ngritur, merresh me hallin e qytetarit të brengos ajo, e merresh problemin. Apo ti e ke pasën instrument të vish në qeveri, angazhimi jot ka qenë skandalet, amoraliteti, pasuria, e lëvishme, pa lëvishme, patunshme, nënshkrime të falsifikuara, dhe kapital nga i zhveshur i zbathur, milioner për një mandat. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Vetëm atë për të cilën keni qenë të angazhuar. Zoti ju shpërblen. Për atë që e keni bën gjatë rrugës për të realizuar projektin gjallëzor, nuk ka se dha për atë. Ti e ke dalë në xhami mu fal, me adhuru Zotin, me madhëru dhe lavdru, apo ti ke dalën me shpionuan, me mbledh informata, me këshirë seri, ku të di unë, me përqesh, me përfol, me kritikuan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Allahu i shpërblen vetëm për projekte që i keni pasën, që keni qenë të angazhuar. A di pse? Se ona tjetër ka njerëz që janë të ditur, nuk kanë pushtet, nuk kanë karrierë, nuk kanë kapacitet dhe janë të angazhuar. Keni kujdes. Për shembull, në trojet tona mund të ketë njëri që as kush nuk e regjistron, as qytetarët, as mediat, as kamerat, as kanalet hiç e injorojnë. Ama aja është i angazhuar 24 orë për bashkimin e trojeve, për shembull. Edhe kudo që shkon e flet një fjalë në drejtim të bashkimit të trojeve, dhe se herë ndëgjon të një projekt real politik kombëtar e financon, aja është i angazhuar, mos ka kapacitet. Kush e regjistron atë? Unë. Po unë atë shkelje e injoroj, nëse nuk je me karrierë, me pushtet, me famë, me nam, mediatik, unë s'njoh, po ka Zot që njeh, Zoti i regjistron. Dhe ne do t'ju shpërblejmë vetëm për atë që ju keni qenë të preokupuar dhe të angazhuar. Tash për shembull, se kjo, thash në fillim, kjo hap dilema shumë të mëdha. Nuhi alayhis salam gruën e ka pasën tradhtare, jo besimtare, në familjen e pejgamberit. Nuhi alayhis salam djalin e ka pasën jo besimtar. Luti alayhis salam gruën e ka pasën jo besimtare. Kundër pejgamberit, kundër familjes së tij, kundër Zotit, kundër agjentës së burrit të tij. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tash Allahu ju shpërblen për angazhimin që e keni pas. Tash ata morrim në pije që Nuhin alayhis salam ta dënojmë. Pse gruaja i ka devijuar dhe djali. Ta mormi Lutin alayhis salam ta çojmë në angazhim. Jo, aja merr shpërblimin, se ai ka qenë i angazhuar, ta drejtoje, ta ftoje. Sukur tibe, ke ardhur në Gjermani për fëmijët. Ju e dini këtë bisedën të ne, këtë kanë ardhur për fëmijët. Kushte më të mira për arsim, për punë, okej. I ka ndihmuar Zoti, ke qenë i angazhuar, ke nxjerr familje.
dhe ti e merr shpërblimin për çka ke angazhuar. Po nesër të devijoj familja, fëmijët, ama ti ke qenë angazhuar për të mirë, si bab, ke punuar, ju ke pru me hongër, me pi, banes, makin, telefon, ushqim, sigurim shëndetësor, sigurim, atë këtë këtë, ti në të ditë janë angazhuar, s'ka dalë puna mirë. Qa me ndonë ti? A të dënojmë shashtije, pse të gjemë kanë devijuar në perëndim? Wan lejse lil insani illa ma sa. Njeriu shpërblehet vetëm për angazhimin. Allah shpërblen Nuhin a.s. Edhe pse gruaja i ka devijuar edhe djali. Allah shpërblen Lutin a.s. Edhe pse i ka devijuar gruaja. Allahu shpërblen tije pse ke qenë i angazhuar për një agjend familjare, për një plan program mision fetar. S'kan dalë fëmijët sipas angazhimit, ti e merr shpërblimin për angazhimin që e ke bën. Për shembull, ndëgjoni këto familje që ndahen. Për shembull, një burr i afron gruas kushte. Ushqime, vendbanime, shërbime, muhabet, dashuri, respekt. Mundohesh, angazhohesh, që afrojsh ato që i mundson koha dhe vendi. Ti je angazhuar për mirë dhe Zoti shpërblen vetëm për angazhimin që e keni pas. Nesër gruaja nuk u udhëzu, nuk u drejtu, nuk të kuptoj, kishte kërkesa kosmike, dëshira ku ta diune me fantana, me ngjira. Dhe u nda. Po tash atje të fajsojma. Jo, wan lejse lil insani illa ma sa. Ti e merr shpërblimin të Zoti se ke qenë një burr korrekt dhe i angazhuar që gruas që përmbushës të gjitha dëshirat, prej ato fizike, shpirtërore, materiale, e tjera. Su bo mirë, nuk u bo mirë, ti se vapin e ke. Do të thot, ajeti flet një është për motiv, se ti mundesh me qenën, si them, umet në vete, me ideja të mira, mendime pozitive, energji, angazhim, mirë më thash s'kem bështeja që s'ke, kare nuk një kërkush, mos e të shpro. Ti vazhdo qëndro, stoik, dhe vazhdo me hapa në rrugën e drejtë të Zotit, dhe qeni të bindur se Allahu të shpërblen. E dini ata dithin që për të zbërthien këtë që po themi, pejgamberi a.s. ka thonë, ka di grupe njerëzish në jetë, ka të pasur që bojnë hajrë, sevap me pare, dhe ka të ditur që bojnë mirë, me diturin e vetë. Pas taj vinë që tjerët që s'kan as pasuri, as dituri. Këto të ditët ndahen në di grupe. Njoni prej atyre thot, të kisha qeni pasur si filoni, do të baja hajrë, siguraj. Me koni ditur si filoni, edhe unë nxjerri gjenerata, siguraj. Kje ka se vapin e atine. Angazhimi. Për shka je angazhum ti? Dhe një qeter, haram, zullumqar, ka thomi pas parat e ati, nuk la bordel pa e provu, dhe nuk la raki pa e shiju, edhe nuk la drog pa e transportu. Edhe si që me dituri, pa i manipuluon këtë dhanat, faktet me keshpërdorën një popull të paditur, ta mjeli krejt të pasurohëm, ki ka gjunohet e ati. Po pse gjuna dhe se vap, ki s'ka po kur gjo? Angazhimi. Allahu ju paguan vetëm për atë që keni qenë të angazhuar. Zoti, wa jalamu hajnet el ajun, Zoti e njef edhe sirin tradhtar. Shembull. Ke shku me një darsëm, a ke shkuar me ju përgjigj ftesës që janë shvajgjip, apo ke shkuar në darsmën e tjetrit me një jetë dhe angazhim për të panë derin e të tjereve. Zoti ju shpërblen vetëm për atje, çka keni qenë të angazhuar. Kjo është shumë problem. Nëse e mirëni për ka e mira, është ajeti më motivues në jetë. Qa ti ku je në mal, i vetëm, ti gjeneron sevape, hiq pa ndërpre, kur e kupton se Zoti i shpërblen besimtarët vetëm për planet dhe angazhimet që i kanë, pa marrë parasysh sa i kanë mundësit. A di se pejgamberi a.s. me një pjesë familjes e vetë a lodhën, e po talibe aje kje s'po udhëzohen, e në surët e Jasin, wa ma ala rasuli illa al-balag. Allah ka thonë pejgamberëve, ju e keni për detyrë, vetëm ta interpretoni. Do të thonë, me njoftën rregullat, se për ndryshe shkon poshtë.
ati ban shumë punë, shumë pak se vap merë, se nuk e zotron lëndën. Ati se kur të një bujk, pa përvoj, dë një si të them, që merët me bakti dhe s'ka përvoj, ban shumë angazhim, shumë investim, lodhje, të korrat i ka pak, se nuk e njeh profesionin, kur të vjen ai që bujk, do të thotë veteran, ai me pak punë, siguron të korra, që shtu është edhe dituria në raport me besimin, me pak punë, por në kombët të shëndosha, Zoti pranon vetëm vepra të sinqerta që sinojnë agjendën e Allahut Dhul Xhelal. Ama ti ke shkuar në luftë, pejgamberi ka shpjeguar edhe këtë, që ka lidhje drejt për të më këtë. Ka thonën ata që shkojnë në luftë për emra, mbetën emra. Ata që shkojnë në luftë për faktin se e ka pas informacionin paraprakisht se ne do të shndrohemi në parti politike dhe do të jemi bartës e qeverijës, beri teshat veshta shpejt të arsjetona të hinë qeveri. Lufta e këti nuk kanë luftë. Wan lejse lil insani illa ma sa, Zoti ju pagun vetëm për atë që ka keni qenë të angazhuar dhe i mirë. Ti mundesh me përdor namazin instrument, atë gjatë rrugës së projektit. Stikun Allah subhanahu wa taala. Zoti e din çdo njoni prej neve me çka është i preokupum në jetë. Me besim, me dashuri, me familjarizëm, me drejtësi, me raporte shoqërore, vetë besimi i mbështet. Mos ja bëj për shembull një mjek që i trajton të sëmurit me hi me këtë një jetë në profesion, sigurisht ka sevap. Hoxha që i kri shërbime qytetarëve ka sevap. Partia politike, ushtria, policia, këtë bota kanë sevap, nëse e ka një jetin. Ama këtë doktorin gjetë që e ka për në os në bryk, që i ka incizuar femrat gjatë kontrollit fshehurazi, i ka incizu femrat të zhveshura. Dhe Zoti ju shpërblen vetëm për atë, çka keni qenë ju të angazhum? Dhe mjek të ne, dini me terapia për ta mjel popullatën, e di të ne që atë radit, për një temperaturë, ka një qinë parinikësia, e vestat shkoj diçka. Apo ti e ke pas qëllim e shëru pacientin, apo e ke pas për qëllim Zoti është problem vetëm për atë që keni qenë të preokupum. Hoxha, qetri ajki, nuk i shpëton kërkull këti regulli. Wan lejse lil insani illa ma sa jeni konë të angazhum, dhe për çfarë keni qenë të angazhum. Zoti ju shpërblen. Nëse keni kesh përdor qeverien, basin islame, arsimin, ushtrien, policien, ligjin, fejen, familjen, i keni kesh përdor drejt qëllimit. Zoti këtë të vepra gjatë asaj rrugë për të mrrijën të projekti juaj gjallëzor, ka dhe të vepra i ngjajnë, nuk i merë Zoti parasysh ato. Se për shembull unë kur qem qeveri, ka marrë qeveri me vjedh. Zoti e din angazhimin tim. Unë ka marrë qeveri me vjedh. A vedhe, a zvedhe, varësisht për i mundësive. Ama unë dënimin e kam për angazhimin që e kam pas. Po ta shurën qeveri, i kam punësu edhe një 100.000. Ama se kam pas qëllim. Është mjet. Nuk shpërblen Zoti për atë. Po unë e kam dhënë pare me xhamia kam marru. Nëse i ke dhënë për Zot, Zoti ta kompenzon një xhami me një pallat, ditën e mirë. Dhe për atë që keni qenë të angazhuar, Zoti është problem. Ama ti ke dhënë pare për media, për pëlqime, për famë. Nuk merrni përveç asaj që keni qenë të angazhuar. Këtu projekti. Jashtë, unë xhumov mund me marrë dhe munafiki. A keni pa kënar Gjerman të u vinë me njëmon, që në xhumov. Ta është dikush ka se një, kur ta shohë të dalë për xhamia, filoni shkon në xhumov, këtë barabart. Nuk ka barabart. Këtu duhet më u shpalos para Zotit. Hajde bismillahirrahmanirrahim, ti shohmi çato vepra. Guthaun ke gutha i sel, pejgamberi alayhis salam ka thonë më kozi shku më e deti. Tak kanar, s'ka kilogram. Kvalitet s'ka. Ati kodra të veprave paushall, që nuk e sinojnë Zotin, pa vetdije, pa ndonjë dashuri, pa besim, pa bindje. Beri me ato vepra, non kanar, s'ka kilogram. Po beri me dhe qera, me slepera. Robim, s'po shok këtu vepra që kanë qenë për madhërien dhe pushtetin absolut Allah subhanahu wa taala. Ti pas ka qenën i devjum, ti pas ke
me ideja toksore, me lajka, me pëlqime, me karriera. Inshallah Allah subhanahu wa taala na i përmison brendijen e erë. E të ndryshojmë projektet e pastaj mas projektit ndryshon edhe qasja. Përderisa, domethënë, kështu mund të jetë edhe problem. Alhamdulillah rabbil alamin, al-Fatiha.